Ngjarjet e zakonshme ndonjëherë kërkojnë reagime të jashtëzakonshme ose anasjelltas. Një e tillë ndodhi këtë javë ku nga një ndodhi e zakonshme ka ardhur një reagim i jashtëzakonshëm ose thënë ndryshe një reagim i paprecedent. Është fjala për një deklarim publik të pronarit të MCN TV, njëherë është dhe drejtor i këtij televizioni, por dhe sipërmarrës në biznesin e teknologjisë dhe inovacionit Endri Meksi. Në një dalje publike në ekranin e MCN TV, Meksi rrëfem për një histori personale dhe një marrëdhënie me një punojëse të stafit që me sa duket te kalon kufit institucional të televizionit, por dhe vetë personal të Endri Meksit. A i beson se e gjitha nuk është një histori rastësore, por një kurth shantazhi për të cilin ka referuar gjithçka në prokurori përmes një kallëzimi penal që duhet të zbardhë të vërtetën e kësaj historie. Në fakt, historia ka brenda edhe 2 incidente në kohë të ndryshme, por me formë të njëjtë, të konsideruara nga drejtuesi dhe vetë stafi MCN-s si presion ndaj aktivitetit dhe prezencës fizike tonën si staf që punon brenda televizionit. Në 2 ditë të ndryshme, në fund të marsit, pranë ambienteve të MCN TV-s, shfaqet një makinë Audi e bardhë, prej së cilës dalin 3 persona të maskuar dhe me shkopi bezbolli drejtohen drejt pronarit të MCN TV-s, i cili sapo kishte mbritur në godinë. Në veprime kaotike, grupi vendos të tërhiqet me sa duket, duke parë dhe vlerësuar se ishin në situatë të komplikuar dhe me pasoja për ta. Ngjarja referohet në polici, por policia nuk vepron ose vepron me shumë avashtësi. Incidenti përsëritet pas disa ditësh ku një Audi tjetër i bardhë shfaqet përsëri në hyrje të MCN TV-s në pozicion prite, por gjendet befasisht përsëri i zbuluar dhe identifikuar nga vetë pronari i MCN TV-s Endri Meksi, me të cilin shoqërohesha dhe vetë në ato momente dhe pash të gjithë këtë skenë dhe këtë situatë. Autorët me gjas me lidhje edhe me ngjarjen e parë bëjnë disa veprime të dallueshme, të dyshuara si ndjekje ndaj automjetit të pronarit të MCN TV Endri Meksi dhe largohen. Ngjarja referohet përsëri në polici. Natyrisht kjo nuk është një ngjarje që të lë vend për t'u marrë me panik, por edhe me neglizhencë jo, ndaj u ndërmorën të gjitha veprimet procedurale që institucionet ligjzbatuese të merren dhe zbardhin rastin. Autorët dhe motivet e këtyre 2 incidenteve që kanë krijuar një klim intimiduese për stafin e televizionit, i cili ka reaguar në fakt në mënyrë publike duke kërkuar zbardhjen e menjëhershme të ngjarjes, autorët dhe ideatorët e saj. Kjo nuk është më thjesht një histori individuale, sepse Endri Meksi zgjodhi ta bëjë publike. Është momenti që institucionet të reagojnë me përgjegjësi të plotë, me transparencë dhe pavonesë. Heshtja dhe mosveprimi nuk janë një opsion në këtë rast. Kemi provat e dukshme, këto sapo i tham. Zbardhja së vërtetës nuk është vetëm një detyrim ligjor, por është një domosdoshmëri për të mos qenë nesër vonë. Kanë shumë elemente lidhur që kanë bëjnë me biznesin, me bizneset që unë ndjek në veçantë me median. Kështu që jam le të themi surprizuar për mos reagimet apo mos pyetjet. Për shembull, një nga detajet që kolegët tanë gazetarët kronikës kanë arritur të gjejnë ditët e para që janë investiguar këtë çështje, ka të bëjë me faktin që kamerat nuk janë përcjellë nga policia në prokurori.